Shqipërinë e pas luftës, ndëshkimi politik nuk u mbaronte me një pushkatim. Ai vazhdonte për vite me radhë, dekadë pas dekade, trashëgohej nga babai tek djali, nga një brez tek tjetri. Historia e Haxhi Petritit nis në vitet e luftës së dytë botërore, në një familje të njohur të zonës së Korçës, aty ku për pak kohë nacionalistët dhe komunistët luftuan në të njëjtën anë, por pas mbledhjes së Mukjes, gjithçka ndryshoi. Aleatët e djeshëm u kthyen në armiq. Pozicionimi politik i asaj periudhe do të vuloste fatin e qindra familjeve shqiptare. Babai i tij, Hamit Petriti, u rreshtua me ballin kombëtar. Pas ardhjes së komunistëve në pushtet, ai u arrestua, u gjykua dhe u pushkatua, por historia nuk mbaroi aty. Dy xhaxhallarët përfunduan po ashtu në burg, shtëpitë u dogjën, pasuritë u konfiskuan dhe shtëpia mbeti pa burra. Në moshën 10 vjeçare, Haxhiu punonte arat me qe, rriste fëmijët e xhaxhallarëve dhe mësoi shumë shpejt se çfarë do të thoshte të jetoje me biografi të keqe. Një pjesë e familjes u arratis, të tjerë përfunduan në burgje kampe pune, ndërsa ai mbeti në fshat mes frikës, punës dhe mbijetesës. Për vite me radhë kërkoi eshtrat e të atit, fati të cilit që e tragjik, pa varr, pa emër, pa drejtësi. Kjo është historia e një familje shqiptare që regjimi komunist nuk e dënoi vetëm një herë, por çdo ditë për gjysmë shekulli dhe sot tregohet nga një dëshmitar detajist si Haxhiu, që edhe pse i ka kaluar të 90-tat, ruan një kujtesë mbreslënse. Në këtë fshat të qetë të Juglindjes, historia nuk është më vetëm kujtim. Është një plag që ka mbetur hapur për më shumë se 7 dekada. Një familje e ndëshkuar brez pas brezi, një histori e ratisjesh, burgimesh, pushkatimesh dhe heshtje. Unë jam Haxhi Petriti, i biri Hamitit, nga fshati Shkodër, lindur dhe rritur këtu. Në 42 kam qenë 6-7 vjeç, kur Italia u thye nga Greku dhe 3-4 parti që kanë qenë në atë kohë ishin të bashkuara. Partia Komuniste, Balli, Legaliteti dhe Social-Demokratja, që ka qenë sekretare në Seret Kokalari. Edhe qenë i themi një vendin edhe aty në Gradishtë, Iran, Italisë. Italia mund të vranë, Italian nuk e di, e dogji Livonikën dhe prishi dhe urën, i vuri minat për të poserdhur Greku këte. Neve ikmë Maxhir në fshatin Grybec. Unë kam qenë 6-7 vjeç, me 2 çuna të tjerë ishin më të rritur se mua, ishte fundi gushtit, nxehtë. Lufta kishte hyrë në çdo derë, aleancat politike ndryshonin nga dita në ditë, dhe në ato kushte të paqëndrueshme në Shqipërinë e vitit 1942, ku firi mes patriotit dhe armikut ishte aq i hollë delikat sa çdo të bëhej pas luftës fatal për një pjesë të mirë të angazhuarve gjatë luftës. Kemi ndonjë 5 ditë sa u qetësuan çik, ja kemi ardhur. Qetësia do të zgjaste pak. Pas mbledhjes së Mukjes, Shqipëria u nda në 2 fronte kontradiktore politike dhe në vazhdim e kësaj ndarje do të binin pre shumë familje, të cilat në fund të luftës do të paguanin për zgjedhjen që kishin bërë. Pas mbledhjes Mukjes, që u ndan partitë, babai tem me gjithë xhaxhallarët kaluan e Ballit, si që ishin. U qirua Korça
në 24, si u shëllua Korça, 2 xhallarët erdhë, u dorëzohen e erdhë. Babai nuk u dorëzua. Shkoj, nuk erdhi në shtëpi, po shkoj, detyrimisht shkoj me partinë pasaj. Edhe bën komandant kompanije. U shirua Shqipëria, u shirua dhe Kosova, në prill. E ka atje. Në prill të 45-s e marrin, jo vetëm këte, po dhe të tjerë, nga Peja e sjellin në Tiranë. Aty arrestojnë edhe e sjellin 50 njerëzve në Korçë, dhe burgu i Korçës. Gjithçka ishte vendosur, regjimi i ri po fiksonte levat e tij dhe gjykimet politike të pasluftës po nisnin. Është bërë pasaj në Pogrades gjyqi, gjykatësin ka qenë një Hamdi nga Babani. Ne e kemi mbajtur 1 vit, se në kohën e Italisë, ky ishte student në Itali, po ishte kontra Italisë. Dhe Italia e ndikte, ne e kemi mbajtur 1 vit këtu, se lidhte miqësia nga plasa me Babani. Edhe mbajt në 1 vit, gjeshta u forcua Partia Komuniste, edhe shkoj me partinë. Shëllua Shqipëria u bëj gjykatës për baban tim. Prokurori me gjykatës, siç më kanë thënë, ka qenë një nga Blaca, ka qenë policë në atë kohë. Hamdiu thoshte t'ja falim. Prokurori thoshte jo, se ka firmosur Enver Hoxha. Dhe nxjerrin revollet njëri me tjetrit, përfundimisht u përshkatua babai. Se kishte firmosur Enver Hoxha. Ky dokument për të cilin flet Haxhiu vërteton verdiktin e dhënë për baban dhe 3 shokët e tij nga diktatori. Tiranë 13 janar 1945, radiogram Gjykatës Ushtarake Pogradec, gjegje shkresës numër 56, datë 2 janar 1945. Aprovohet ndëshkimi me vdekje për të dënuarit Hamit Haxhi Shkoza nga fshati Shkoz, Xhemil Recep Zvezda nga Katundi Zvezd, me Fail Taib Minellari nga Katundi Blac. Na njoftoni ditën e ekzekutimit dhe vullnetin e tyre të fundit. Kthehet në burgim të përjetshëm dëshkimi me vdekje për Ramadan Nevruzin nga fshati Blac. Komandanti i përgjithshëm General Kolonel Enver Hoxha. Në familjen Petriti, lajmi i pushkatimit të Hamitit kishte tronditur gjithë ekuilibrat e jetës, prej atij lajmi të kopshëm e deri në fund të diktaturës. Për ta, do të niste një ndëshkim i gjatë e i pafund. Ndëshkimi i radhës do të binte mbi 2 vëllezërit e Hamitit, Kadriun dhe Feritin, të cilët do t'i arrestonin disa muaj pas pushkatimit të Hamitit. Pas 1 viti jo tamam, në shtator të 45-s, të 46-s, të 2 xhallarët i buar burg. Burr në shtëpi me ta unë. Njeri kishte 2 fëmijë, po njeri djali ishte 2 vjet, çupa ishte 1 vit. Ai tjetri kishte një djalë xhaxhaj 4 muajsh. Edhe gratë në atë kohë nuk dilin për punë jashtë. Po me miq, me para, erdhi vera. Unë që në moshën 10 vjeç, kam punuar bujk, me qetë, kam edhe farë. Haxhiu tregon se hojtuesia e 2 xhallarëve do të zgjaste plot 9 muaj, e në fund të procesit, i madhi Kadriu
do të dënohej, ndërsa i vogli Feriti do të merrte pafajësinë. Në qershor, pas 9 muajve dua unë gjyq. Njerin atë të vogël pafajshëm. Atë xhaxhan tjetër më të madh që kishte 2 fëmijë, e dënuan 3 vjet. Edhe si u dënua në tharjen e Knetës Maliq, pas 3 vjetëve u lirua. Haxhiu tregon se pas daljes nga burgu, Kadriu do të bënte të pamundurën për t'u arratisur, madje kishte bërë një plan të hollësishëm ku do të përfshinte edhe nipin e tij, Haxhiu, atkohë rreth 12 vjeçar. Si u lirua nga burgu, dhe atëre ishte detyrime të rënda për tokë, po akoma toka nuk ishte matur, dhe ma që vrau kur e hidhje shilje me kuajtë, edhe ma që ishe një komision që e maste, të linte për farë, edhe gjerë beshe misëri s'kishe bukë pe gruri, po të tin, më kanë marrë mua një kundal bullie shpura, e gjetë në muarë lere më shpi pasaj. Kër si bëri 3 vjetë këtë dolli, ka dalë në shtator, 2 vjetë e 4 muaj ka ndenjur, dhe më merë mua, ama gjithmonë më merë të pazar. Jam i praktikuar që në moshën 8-9 vjeqë. Si kur e dinte që do binte barra mua. Më ka marrë vam Korçë, që ishim shpenda maluknë për të idisur, në një kovaç. Më shpuri atje, me gjithë kalë, më ngarkoj da maluknë, më kalët, edhe unë hipa, më dhajnë qop letër, do t'jap shkëll letër, tha, filanit, po mos jep qop të jep nesër. Nesër më njesta, koha ka qënë janar, 15 janari, koha ka qënë e kësillët, po kishte pak të volë. Nesër më njesta më ngërjesh, tha edhe, vja 2 gjera i kështë shkrojtur në një letër, do t'i mash t'i shpjesh filament, ati randërmend mua. Ky thash, mori rrunë. Vi këtu, më shpi, nuk dinte që ase shoqja, ase jem ase ka qenë gjyshja gjallë. Qupe, thot, do që më tha, kishim një mik në Floq. Më tha të vetë atje. Pa e tha, gjyshja. Po gjyshja ka qenë autoritare, ama nuk flishtin pare gjyshës. I kërka tha ju. E më tha shumë këtë letën t'japë, e kishim një komshi këtu, ato janë ato shpit akoma. Po nesër, e mirë, më tha për kështu, për të ngrijem në mëngjes tunë, bitet borë, ngarkoj kalën me ato gjerat që më tha, shkoj atje ku ishte marrë kuj t'i linja, kështu bera të borë binte, i ka vi në mbremje, e thirra të kopshin, i dhash letrën, pa ishtë ditë e lezëm, dhe ja lezova unë. Kjo u ngritë, shkoj, lajmëroj, i shkron të ati që të më shkoj fëmijë të janë të vegjel, Haxhin të astërvitit, si lajmëroj, nese e erdhë në konfiskuan. Njërë në konfiskuan për baban më parë, iku ajo. Në konfiskuan, ne, se aty arrova në dojtë në shpit 24, dhe kishim lendën, e kishim bërgati për të bërë shpitën. Se shpitët kishim të vjetrat në u ritmë, ka ta, ku shrinte njeri 14, njeri 13.
Na I konfiskuan me lendë dhe shtëpit e digura. Edhe na kanë konfiskuar e baktin e vogla, edhe një kalë që kishim dykuaj. Edhe një kalë. Edhe lejtë s'ka pasaj e llogarit edhe orën e tavolinës. Aratisja konsiderohej akt tradhtie dhe përveç atij që aratisej, pjesa tjetër e familjes niste një kalvar të egër urrëtie dhe persekutimi dhe familjarët ishin ata që paguanin çmimin më të shtrenjtë. Haxhiu tregon se në fillim Xhaxhai kaloi në Greqi e gjatë qëndrimit aty nuk e preu komunikimin me familjen, madje shpesh Haxhiun e përfshinte në aksionet e tij kundër regjimit. Në qershor, po të 52-së, Xhaxhai vjen diversant. Unë e kam pritur. Shkruanin letra Komitetit Qendror, Komitetit Partisë të Korçës, Komitetit Ekzekutiv. I merrja letrat, unë I hithja në postë, po, pa emër. Merr, po, kush jo. Në 52-në, ne nda cilësuan kulak. Ngrirja mu në shkoj në komitet, e takoj kryetare komitetit, ratësia e takova. Nuk më njite, më pyeti si. I the mu kështu, kulak të janë cilësuan 28-ën, thash. 52-në janë 4 vjetë. Kush je ti, tha mua, pe nga je? Tha. Aq më mirë, tha, se je kulak armik, tha. I kam, po tash kulakët paguanin një fishe e gjysmë detyrim. Në qoftë se kishe 20 kuntal për dorëzuar, të dorëzonje 30. 5 kuntal e gjysmë paguanja vetëm mish. Se vetëm unë veta. Xhaxhai tjetri që ishte I vogël ishte me punë durrës. Lesh, vezë, 1500 kokra vezë. Për tokë, bënde vezë toka, bënde mish, bënde lesh. Tatim ishe tjetër. Xhaxhai ka erdhur 3 vjet me radhë, po në të njëjtën periudhë, në qershor, vetë majorat kam qenë, për shemb kam bërë letra, që hithja letra. Këto të tjerat jo. Se pasaj u futam punë në fermët, në Ben Maliq, a I erdhi 3 herë, pasaj nuk erdhi më, iku në Australi, Xhaxhai. Ky tjetri ishte këtu, ky I vogli. Iku nga Durrësi, erdhi. Po vetëm nuk ishte me familje. Haxhiu tregon se pas aratisjes së Xhaxhait në Australi, regjimi do ta intensifikonte presionin ndaj tyre. Sa kohë që ai ishte në Greqi, sigurimi I shtetit e ndiqte në distancë veprimtarinë e tij dhe shpresonte ta kapte sa herë që ai ndërmerrte aksione desante. Por ikja në Australi I shoi shpresat e sigurimit të shtetit për ta kapur dhe regjimi I ktheu shigjetat e hakmarrjes nga familja e tij. Haxhiu kujton se deri në kohën e ushtrisë, një dorë e padukshme kishte mbrojtur dhe as ai vet nuk di ta shpjegoj se si I kishte shpëtuar një arrestimi të mundshëm, por në ushtri do ta kuptonte se hakmarrja ishte e gjallë dhe mekanizmat për ta futur në kurth do të viheshin në lëvizje shumë shpejt. Unë I kam shtarë në këtë kohë, pas 3 javë, që shkova shtarë, më vjen letër që këtej që u arrestua Xhaxhai. Ky që kishte ngelur këtu. Se dishe kjo punë. Unë kam shpëtuar pas mendimit tim, pa arrestuar, për arsye se kush ka qenë ai e sot nuk e di, që mua më kanë vend 3 vjet më të vogël, një,
edhe më ka ndërruar emrin e babait. E kam Hamit. E sot nuk e di. Më shkon mendja dikush në jetë, ai ka vdekur pësesh me, po se ai punon të njëve civile. Po jo nga hera, ku ndërroshim pasaportat. Unë dhe flesh të shkollën se kam dhe atë të parë, dërsa këte. Si që rëfen Haxhiu, ndërkohë që ai ishte ushtar, në fshat kishin arrestuar Xhaxhan e vogël Feritin, i cili do të mbante mbi shpinë gjithë hakmarrjen e regjimit për arratisjen e vllait të tij të madh Kadriut në Australi. Sipas Haxhiut, kalvari i gjatë, çerek shekulli i xhaxhait të tij në përburgje do të përfshinte vend dënimet kryesore të regjimit në Shqipëri. Xhaxhai u dënua 25. Xhaxhai iku nga Korça në Vlorë. Nga Vlora, Mamuras. Bashkë rrugë trenit ndërmjet Laçit e Mamurasit. Ishte një kodë shumë brapa. Që aty pasaj kaluan Laç, Koxhako, Tiranë, Burrel, Elbasan, kur është bërë fabrike çimentos. Për liruar, u lirua Mallakastër. Që bë uzina e naftës atje. U lirua Rojtja dhe janë 12 vjetë që doli nga burgu. Një pushkatim, 2 burgime, konfiskime, internime dhe një fëmijë që u rrit para kohe. Historia e Haxhi Petritit është historia e qindra familjeve shqiptare që mbjetuan nën damkën e biografisë së keqe.